Mirëmbrëma të nderuar shikues. Më 31 maj, Aleanca për Shqiptarët mbajti kongresin e 5 me radhë ku formalizua lidhja shqiptare. Subjekt i ri politik për nga emri, por i udhëhequr dhe i përbër nga figura politike të cilët kishin synuar betejën për reforma qysh nga PDSH-ja. Aleanca për Shqiptarët kishte nisur rrugtimin politik nga zero dhe u bë faktor politik. Tani në gjanë që lidhja shqiptare nuk e ka nis nga zero këtë betejë politike, për të kuptuar më detajisht se çfarë u miratua në kongresin e 31 majit, cili është plani për rrugtimin tutje politik të lidhjes shqiptare, politikën e përgjithshme, ligjet, pushteti e opozita, këto dhe të tjera, ne sonte do t'i bashkëbisedojmë me kryetarin e lidhjes shqiptare, zotin Zjadin Sela. Mirëmbrëma zoti Sela, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Fillimisht ju përgëzoj për zgjedhjen në krye të partisë dhe po e filloj me ngjarjen e fundit që kishit në kuadër të kongresit të 31 majit. Si vijoi puna në kongresin, çfarë u miratua në këtë kongres përpos përgjedhjes? Kemi pas rastin që ta ndiqni edhe live kongresin. Gjatë gjithë kohës gazetarët ka qenë brenda, nuk kemi bë atë që zakonisht në pjesën e punës dalin gazetarët, kemi qenë transparent edhe kanë qenë, më duket, prezent gjatë gjithë kohës. Po. Natyrisht, fillimisht në kongres kemi kaluar në konform statutit të kongresit, në nenin 100 të partisë, në nenin 192 dhe 193 të statutit të partisë janë para situata, si që ndodhi Aleancës për Shqiptarë. Në rast të problemeve me vullat dhe me osdërzim vullat, kongresi obligon kuvendin e partisë që të regjistroj subjekt të ri politik. Dhe ne këtë unë kam thënë edhe në paraqitje më herët që s'ja kemi lënë rastësisë, jemi sjell në gjatë gjithë procesit konform statutit të partisë dhe kemi regjistruar një subjekt politik me lidhjen shqiptare në gusht të vitit të kaluar. Në emër të këtij subjekti kemi konkuruar në zgjedhjet lokale. Tani në kongres u formalizua dhe pjesa se kongresi merr të drejtën pastaj që të formalizoj kalimin dhe integrimin e strukturave të aleancës prej në deg, forum rinor, asambleje gruas në kuadër të lidhjes shqiptare. Kjo ajo pjesa e kalimit të lëvizjes të lidhjes të aleancës për shqiptarët në lidhje shqiptare. Do të në këtë formë është bë realisht bashkimi ose kalimi në një subjekt të ri politik. Kuptohet me statut këto nene janë përcaktuara me qëllim të ruajtjes së vazhdimësisë politike dhe historisë aleancës për shqiptarët. Dhe ishte një ndër vendimet. Vendimet tjera kanë qenë, ne kemi sjell platformën e partisë në këtë kongres. Janë miratuar disa rezoluta, mes cilave rezoluta për shtetin binacional, rezoluta për pushtetin lokal, rezoluta për eurointegrimet e tjerë. Më dhënë, kjo ka qenë dhe natyrisht një ndër pikat ka qenë e zgjedhja e organit më të lartë partisë ndërmjet dy kongreseve, që është në kuvendi qendror, dhe zgjedhja e kryetarit të partisë. Kjo ka qenë paka shumë. Ajo çka karakterizoi dhe çu, po ishin ngjyrat kuqeze, pra kaluat nga ngjyra vjollc në ngjyrat kuqeze, madje ishin interesante për të parë sepse e gjithë salla ishte e mbushur me flamuj kuqeze edhe kartat e votimit ishin bërë po me këtë ngjyrë. A nuk kupton kjo që rrugtimi tutje i lidhjes shqiptare do të etablon këtë parti politike në skenën ose në taborin politik shqiptar si një parti më nacionaliste në kuptimin pozitiv të fjalës? Jo, lëvizja Aleanca për Shqiptarët, që unë kam udhëheq, dhe mendësinë e Aleancës për Shqiptarët, që po e udhëheq nëpërmjet lidhjes shqiptare, kuqezi ka qenë çdo herë. Dhe ne nuk kemi nevojë të etablohemi më tepër ose më pak në kuptimin pozitiv si frymë nacionaliste, se jemi po të njëjtën. Po të njëjtët. Sot isha në parlament dhe një nga deputetët më tha, urime partinë e re, thosh, po me mendësinë që me tabiatët që kemi pasë, të njëjtët jemi. Të njëjtët. Kështu që. Jo, ngjyrat e partisë
Unë çdo herë kam pas kujdes që emri të përshkruajë dhe ngjyrimi të përshkruajë dhe emrin që mban. Fiks, po. Vjollca ka qenë e zgjedhur jo rastësisht në Aleancën për shqiptarët, për shkak se Vjollca ka qenë ngjyra e pelerinave të ilirëve, të ushtarëve ilirë. Pra nuk ka pas lidhje me PS-n e Shqipërisë. Jo, s'ka pas lidhje me atë, ka pas bëj me diçka shumë më e me hershme. simbolikën që ilirët e kanë pas në veshin e tyre, apo jo. Natyrisht ai simboli i shqiponjës që ka Aleanca përsëri flet edhe për ata. Tani në qoftë se do duhesh të ndrojmë ndonjë ngjyrë që ashtu në ngjan vetëm me kuqe dhe e zeza. Ajo ju shkon më mirë. Këtu na flen gjithmonë, domethënë është më mirë dhe edhe simbolika tjera që kanë qenë, po është votuar në mënyrë jashtëzakon pak me karton të kuq. Po. Por nuk është votuar me karton të kuq, është votuar me flamur, realisht, apo. Se mbi gjitha është edhe përgjegjësi edhe jetojmë momente të vështira politike, apo, dhe kuptohet që i duhet dhënë më tepër seriozitet edhe organizimeve politike dhe qasjes që duhet kenë këto organizime politike. Po, se kur marrim përballë periudhën. U mundova të mbyll edhe disa dilema që i parashtrojnë në opinion, në lidhje me atë temën, qeveria, kjo ajo. Po. Qarta se thash. Dhe jo rastësisht zgjodha kongresin që të jap mesazhet, sepse veprimi politik çdo herë ka menduar që duhet të jetë në shërbim të situatës politike që ja lën gjeneratave nesër. Jo përfitimeve momentale dhe sjelljes si tregtar tregu me drejtat e një populli. Nuk guxon ndodhe një gjë e tillë. Është pa tolerueshme. Në mesin e debatit mes BDI-s dhe Vlenit për mungesën e himnit shqiptar në kongresin e Vlenit, nga Vlen janë kundërpërgjigjur se as në kongresin e 20 dhjetorit nuk ka pasur himn shqiptar. Pra për një periudhë shkurt, pothuajse këto 6 muaj të fundit, kemi pas 3 kongrese të 3 subjekteve politike. Pra BDI e filloi 20 dhjetor vitit që lan pas, vazhdoi Vlen më 9 maj dhe ju tashmë me 31 maj dhe në 2 kongreset të 2 partive të para, pra nuk ka pasur himn, përkundrazi që tash në kongresin e lidhjes shqiptare u pa gjithçka kuqezi. Në atë kontekst ishte edhe parashtrimi i pyetjes që apo synoni që realisht të zëni vendin në hapësirën politike shqiptare si partia më. Ne nuk e fshehim, kurse kemi fsheh, ne edhe në emrim e kemi definuar qartas, edhe në kaluarën edhe sot. Aleanca për shqiptarët flet qartas se cilin vend në hapësirë duam të zejmë ne. Ne jemi parti politike e krijuar për shqiptarët dhe për interes shqiptarët. Kjo është objektivi ynë strategjik. Dhe do vazhdojmë më tutje dhe me që qenë të detyruar që ndrojmë emrin, unë emër më të bukur se sa lidhja shqiptare nuk gjeja dot për të transmetu idenë dhe kauzën se për çfarë zotohemi ne, dhe cilat janë, këtë unë po them, amanetet edhe politike që mendojmë t'ja lejmë brezave të ardhshëm. Për shembull, unë një ndër në gjithë këtë kohë pa kohë dhe në gjithë këtë situatë shumë të vështirë, e kam shprehë në rrjetet sociale, në gjithë këtë situatë kur propaganda po bën çmos që organizimin politik të paraqesë vetëm interes ngushtë dhe personal, më vjen mirë që ka një moment goxhat që shkëlqen. Dhe cili është ky moment? Ideja që studentët, brezi i ri, po vetëdijsohen dhe po mbrojnë kauzat kombëtare. Kjo të jep shpresën dhe të ngjall edhe shpresën, por edhe entuziazmin që ne do të vazhdojmë si popull të mbjetojmë pa marrë parasysh sfidave të cilat mundohen që armiqt dhe kundërshtarët na nxjerrin përpara. Kështu që, po lidhja është flet vet, jo rastësisht edhe slogani në kongres e kemi pas, lidhja është gjallë, apo jo rastësisht i gjithë skenari i kongresit ka qenë, jo vetëm himni, jo vetëm flamuri, po ai spontaniteti i aktivistëve me këngën që e hapën, se u hap me këngën të gjithë në një gjuhë flasin,
edhe ajo ka nga famshme pse jemi të ndarë, që u interpretua jo me këngëtar profesionist me para, po nga delegatët e kongresit. Prej brenda aty, po që ishen më shumë persona që e kënduan. 3-3 Mirë shumë, po nëse ndërlidhemi me ritmin e këngës pse jemi të ndarë, është pikërisht edhe pyetja e radhës që i kisha planifikuar mbi atë që në momentin që koalicioni vlen disa subjekte bëhen bashkë, në anën tjetër Aleanca për Shqiptarët vjen në këtë momentum pas bashkëpunimeve që ka pasur edhe në zgjedhjet lokale, edhe në zgjedhjet e fundit parlamentare. Dhe tani, natyrshëm rrjedh edhe pyetja edhe e publikut, edhe jona që a ju desh skenës politike një subjekt i ri politik, flasim për kampin shqiptar. Natyrshëm gjërat duhet gjykohen jo në bazë të numrit të partive politike që i ka skena, po në bazë të ideologjive që prodhojnë partitë politike. Dhe ne fatkeqësisht jemi në një situatë kur kemi shumë parti politike dhe pak ideologji politike. Kështu që nuk mund thuhet që skena politike, dhe është e cekët mendimi që thuhet që skena politike mjafton të ketë vetëm 2 bloqe. Për shkak se kur e shef kuptim të faktorizimit, po. Kuptoj, po unë ja përgjigje se si e mendoj unë këtë çështje. Sepse e përmendët Bashkimin e Vlenit, në emën të çfarë kauze ideologjike u bë kjo. Unë pakte nuk di. Që u prodhu ndonjë kauz, ndonjë ide se pse po bëhet ky bashkim. Vetëm në emën të kauzës për pushtet, me që s'ka kauz tjetër. Apo ja. U përmend, ku diun, është nga ana tjetër edhe BDI-a me Arben Taravarin aty brenda me një aty ku dikur kemi qenë edhe ne në koalicion. Me Lëvizjen Populli. Po, e gjithë. Në qoftë se shef brendësinë dhe aktorët politikë të cilët i përbëjnë këto, kushtimisht këto 2 parti politike, me keqardhje konstatoj se është e njëjta mendësi. Apo, dhe fatkeqësisht, gara që po zhvillohet brenda kësaj periudhe është se sa keq po qeverisin këta dhe përgjigja është, po ne nuk po qeverisim më mirë se sa keni qeverisi ju 20 vite. Kështu që, ne duhet ta themi të vërtetën, nuk është problemi i numrit partive politike, është edhe kjo problem në vetvete kur nisin, ku diun, sepse një herë u bën 10 parti. Një koncept ideologjik i mbrapsht prodhon, klonon vetvete në mënyrë që të mbaj pushtetin, apo? Mirë po, ne jemi në krizë platformash, idesh dhe kauzësh. Mirë, kur po flas... Kështu që, në këto rrethana, pa marrë parasysh epilogut e gjithçka, Aleanca për Shqiptarët dhe lidhja shqiptare tani më, apo, patjetër se duhet dale në opinion vetë, me kauzat e veta, në mënyrë që fillimisht të respektohet shqiptari, intelekti i tij, dhe të ketë mundësi zgjidhje të gjithçkaje që është ndryshe. Sepse u pa që slogani i përdorur për ndryshim, nuk që ndryshim, po që e njëjta gjë. Edhe më keq. Dakor, po kur po flisni ju, zoti Cela, për çështjet ose aspektin ideologjik të subjekteve që i përkasin. Shembull, aktualisht, koalicioni vlen ideologjikisht janë rreshtuar të djathtë, të qendrës së djathtë. Nuk flas vetëm për këto. Në anën tjetër BDI janë të majtë, ku ndodhen këtë mes lidhja shqiptare, nëse flasim për orientimet ideologjike që kanë subjekte shqiptare. E kemi statut, ke shkruar, është çështje tjetër. Para punës jo një përmirësim. Po, Vleni u profilizu si parti e qendrës së djathtë, e pash. BDI-a nuk ka ndonjë profilizim. Mirë, po duke u bazuar nga lideri i saj, nuk mund bazoheni. Ju e dini se edhe kur është pyet zakonisht përgjigja e BDI-s ka qenë që janë parti tematike. Është çarake. Dhe unë nuk e di që t'jenë profilizuar ndonjë krah të majtës e të djathtë. Fatkeqësisht, asnjë subjekt politik në kuadër të organizimeve, në kuadër të Bashkimit Evropian, që janë partitë e majta dhe djathta, partitë popullore që janë djathta dhe të majtat e majta evropiane, asnjë subjekt politik shqiptar nuk është pjesë e këtyre organizatave.
dhe kjo është shumë gjë e mbrapsht dhe e keqe, sepse i bie si kur po bëjmë politik për vetën tonë në ligë lokale, dhe as pak qëndrimet tona nuk dëgjohen në kuadër të këtyre dy organizatave të mëdha. Sepse këtë çështje e kemi diskutuar se paradoksi ta zëm në Vlenë është që unë jam mundu me çdo kusht se e kemi diskutuar dikur, nuk ndoshta edhe në këtë debat kur më keni pyetur Arben Fetaj si ka dhe gjithë kanë qenë në kuadër të kësaj përpjekje për ta bënë anëtare të partive popullore, Aleancën për shqiptarët, sepse vlerësoj që atje duhet ke partitë e djathta dëgjohet zëri i VMRO-s, mos harroni, se ajo është antare atje. Te e majta dëgjohet zëri i LSDM-s për hallet dhe problemet që i kemi në shqiptarët në Maqedoni. Prandaj ne mungon një gjë e tillë. Po unë nuk fola për këtë profil. Unë nuk flas për profil ideologjik i cili shënohet vetëm letër dhe kur nuk gjen realizim. Unë flas për prodhim kauzash, idesh, platformash të cilët do të jetësohen. Ky ka qenë dhe është ato që ka bë Aleanca. Për shembull, nëse ju sot, cili është debati i sotshëm? Ligji për përfaqësimin e drejtë adekuat. Po. Apo? Kush e prodhoi këtë kaos? Unë kam folë për ligjin, unë e kam përdorur prej 2016 në fushat, për herë parë kur kemi dalë, dhe 2020 ka qenë pjesë e çdo fjalimi tim që Maqedonisë nuk mjafton vetëm balancuesi, Maqedonisë i duhet ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Dhe kur fatkeqësisht, ose po flasim edhe për idenë tjetër, kauzat që i kemi prodhu, bullgarët në kushtetut, në preambull, ne kemi thënë se për shkak se në qoftë se dikush mund trajton numra, unë di të di kush është numri tjetër, se numrat të tillë veç mund të llogariten për peshën që kanë, apo jo, është relative gjithçka në këtë drejtim. E shumë gjëra, kush riformulimi i qasjes që subjektet politike duhet ta kenë, që tani e kanë harruar, apo jo. Sa u dobësum pozicionet e Zjadin Seles, pak u riformuluan edhe gjërat ndryshe. Kur kam dalë në skenën politike me partinë time politike, kam thënë, jo kërkesa, kusht. Dhe jo për nga mendje e madhësia që e them këtë. Po ti zotëri, nga konsistenca. kur shkon dhe merr vot prej qytetarit, ti qytetarit i bën kërkesë që do ta votojë programin dhe platformën. Prej momentin që ke marrë votën e tij, ai është kusht që ti duhet t'ia parashtrosh partnerit me cilin duhet të bëhesh pjesë e qeverisë nesër. Apo dhe mund vinë dhe mirë që pastaj gjithë subjektet politike nisën flasin me idenë e kushteve. Tani është harruar. E shumë çështje tjera, të cilët jo vetëm i kemi thënë, por edhe i kemi realizuar. Më thënë, unë flas për këto linja ideologjike. Ose një ambient shtert politik tani më, kur ty po të sulmohet një marrëveshje politike e arrirë në vitin 2001, që solli paqen, marrëveshja e Ohrit. Kur ti të sulmohen gjithë mekanizmat që u ndërtuan, sulmohet ligji për gjuhën, hiqet balancuesi, ke një stagnim në kuadër të eurointegrimeve, të cënohet e drejta themelore që të takon si student që t'japish një provim në gjuhën tënde anëtare. Apo jo, pozicionet e tërheqjes në mbrojtje nuk shërbejnë për asgjë hiç. Sepse në qoftë se i shihni argumentet të cilët përdoren në lidhje me kufizimin e provimit të jurisprudencës, apo shihni që këto faktori politik maqedonas është venduar në istikame për të goditur të arrirat të cilët i kemi arrit në si popull. E ne vetë se duhet t'i avancojmë të gjëra. A kush është meritor? Dhe çdo herë i mjegullojnë kushtet tona drejta dhe drejtat që na takojnë këtu, kur ne i hapim këto tema, thonë, po ç'bëhet me gjuhën e komuniteteve tjera? Çdo bëhet me gjuhën e këtij komuniteti apo atij komuniteti. Kështu që nuk duhet të jetë kjo qasja se si duhet zgjidhen problemet në kuadër të një sistemi juridik. Apo, me fjalë, me që ideja e mos përmendjes së shqiptarëve
në pjesën normative të kushtetutës prapa fsheh iden e shkulljes shqiptarëve nga këto troje dhe mos ketë gjurmë shqiptarësh njësoj me iden e mbretërisë serbokrate slovene, apo? Dhe në këtë funksion është ai definicioni gjuhën që e flasin mbi 20% apo është 20%, apo? Në këtë kuptim është që ti mos ekzistosh i shkruar, edhe pse ti autokton. Dhe ne çfarë të bëjmë tani? Të rrim në këto pozicione? Jo përkundrazi. Kur ai mi sjell gjithë komunitetet tjera për të migulluar një realitet që 1/3 e popullsisë të mallogarish njësoj si 1% një bashkësie tjetër etnike, apo? Ja të lutem. Atëherë ne duhet ta themi të vërtetë. Realiteti demografik i Maqedonisë së Veriut është shteti binacional. Dhe për këto lloj kauzash unë them mungon, për këto lloj ideologjish unë them që mungon, është e njëjta dhe jemi ne që i paraqesim. Pse? A ka tregus më të mirë se sa faktori politik Maqedonës po ndërton shtet një nacional se sa përzgjedhja e kryeministrit Mickovski të ati partneri që dona i vetë në qeveri. Legitimiteti, pra. Apo? E kjo punë nuk zgjidhet me pralla dhe me deklarata në publik. Unë prej atëherë kam thënë, me që ti ke zgjedhë se një javë ditë para qeverisë e zgjodhi partnerin, apo jo? Dakor, po Unë fushat jam drejtu, është ta përmbylli ditë. Unë fushat jam drejtu, sepse vota është territor, avedim. Tim në përmjet votës tënde shpreh sovranitetin tënd, sovrani quhet vendos, apo? Sigurisht. Kështu që vota jote është në shtëpia, është fëmia, është oborri, është lagja, është qyteti, është fusha, është mali, është territori ku ti jeton. Dhe ku ti zgjedh përfaqësuesit e tu për ta udhëheq këtë. E kur ti s'mallogarit mu me vot, mund të kesh armiqe, çështja jote. Ku di unë, mund të ketë edhe elementet vërteta nga ato që i përdor kryeministri Ivanit, po pra ato le të vendosin gjyqet. Apo në qoftë se ti ma shkel mu këtë drejtë si shqiptar, do të tregosh territorin, ku është shprehur sovranitetin tim. E ai nuk ta tregon po se kërkove. E me që ti po shkel legitimitet, atëherë nuk është zgjidhja vetë qahemi që nuk e ka legitimitetin kjo ose ajo, shteti binacional është zgjidhja. Dhe marrëveshje ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonëve si garantuesit e paqes dhe stabilitetit të këtij shteti. Vlerëson se ka orë pikërisht koha për një marrëveshje Po tre. natyrisht, Sepse në momentin që ti mi shkel, në momentin që i vendon arbitër marrëveshjes torit nëpërmjet Komisionit Venedikut, e nëpërmjet Karakamishevës atje, ose Deskovskës, pa përfaqësues politik shqiptar. Kur mundohesh... Jo, ata i kanë përfaqësuesin politik. Ato i kanë vetët. Po. Amo shqiptarët nuk i Ama dhe kanë. shqiptarët kanë qenë. Nuk kanë. Nëse. Po mirë, ka qenë zëvendës kryeministri. Po jo, ne do të diskutojmë për çështje tjera ndërtore, po pikërisht e kjo pikë, para 2 ditësh, zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit, zoti Nikolovski, në një paraqitje mediatike, tha që parimi i fituesit me fituesit nuk do të vlejë as në zgjedhjet e ardhshme. Jo, e drejtë, kjo çështje tha është thyer shumë më herët nga BDI dhe më nuk do të vlejë. Pra me një farë forme paralajmëroi që edhe në zgjedhjet e ardhshme kushdo që humb. Ma këtu është gabimi, sepse kjo është dëshirë e Nikolovski. Po, këtë ka shpreh ai, po. Ama kjo është dëshirë e Nikolovski. Po tani ata do të thotë që është dëshirë e Selës, Jo, është dëshirë e imja. Unë po them, në qoftë se këto e kanë këtë dëshirë. Po. Sepse në fundit. Kush është BDI-ja që të thirrët në emër të shqiptarëve? Kush është lidhja që të thirrët në emër të shqiptarëve dhe të prish ka ndonjë parim? Unë flas për të drejtën e shqiptarëve edhe kur mos jem unë. Dakor, po kjo si do të bëhet? Kush është Nikolovski që të flase, aq më pak kush është Nikolovski që të flase se si duhet votojnë shqiptarët dhe për këtë duhet votojnë shqiptarët. Jo, me fjalë tjera i tregoj që e pavlefshme është vota e shqiptarëve. Atë lutem. E pa ja të do. Për këtë do ju votoni. Prandaj argumenti aty mu nuk nën punë, hyç.
Unë veç mund t'i imponoj, t'i marrë votat dhe t'marrë legitimitetin, dhe shef ti pastaj si këndonaj. E po prandaj po them se argumenti ati po bëhet në praktikë. Unë i shof argumentet e ty. Po materializohet në praktikë. A bedin, ju keni drejt, unë i shof argumentet e ty. Se kur unë torturohem, jo nga unë, po nga shpifjet edhe të aktorëve të politikë dhe të mediumëve, me iden qeveri dhe YSL-a, disa baste janë vëndu prej një anare deri sot. Do që i kam të afert, i kam fitu, kam dhe lërë, i fleni me dhe se kotë mua bete janë ato, apo. Dhe kur pytëm për sëri, para 2 javësh, aq ka, dhe unë kur pytëm që them së është e vërtet, s'ka bisedime, po ja, Zoti Kasami tha këta, i them, okej, ja dakord. Zoti Kasami, në qofë se i pranon kushtet e mija, hajde le të vije bashkë me Zotin Mexhiti, të ulemi dhe bashkarisht të kushtet ja vendojmë Mickovskit. Në qofë se ai nuk i pranon, bashkë me mu, bëjmë frontin shqiptar. Apo? Po, sigurisht. Po, keni vendos kushtet. Çfarë dëgjova nga si kundër përgjigje nga Zoti Kasami ishte akoma më tepër skandal. Dëgjova mjaulli të një lideri partijak. Dëgjova tekst të shkrujtur, se s'kam si e interpretoj ndryshe, nga PR-i vëmëros, kush është atje, Dimovskja, kush është, që i fliste Bilal Kasami. Cilja ishte përgjigje, dëgjot, s'na duen, tha, numrat, kur t'na duen numrat, atëherë tha dhe ulem dhe të flasim për këtë teme. Thuti, që unë që kërkoj që e 20% që zëvendësohet për gjuhë shqipe, thuti që unë e kërkoj për vete, po tash unë e di që edhe Bilali është shqiptar. Kështu që s'ka nevoj unë të vëndoj, unë nuk kërkova kushtet mijat. Unë thuti që badenterin gjykat kushtetuse kërkoj unë për siguru nevojat e mija, jo më zotëri, për siguru ligjet që ti thu që janë të mira për shqiptare, që mos do të rëzoj gjykata kushtetuse e udhequn vetëm nga parimi etnik. Thuti që Bashkimi Europian që nga vetëm për mu dhe ai se ka premtu, ka nënshkruar ai që s'bëhet pjesë e qeverisë po së bërë. Ose edhe çështja e legitimitetit për të bërë qeveri. Kështu që me një fjalë, a e kuptoni në çfarë krize jemi ne? Mjafton pushteti, sepse kjo është loja. Prandaj them, ne jemi në krizë, kemi parti shumë, po ideologji dhe ide dhe njerëz vërtet që mbrojnë kauza s'kemi. Po ne kemi zoticela dhe parti politike që prodhojnë deputet edhe pasaj kur duhen numrat, ata deputet ndrojnë dresat partijake. Dënoni? Duhen dënu? Po pa tjetër, do me thonë, dënu, po edhe liderët partijak duhet pasë që lista për Kjo është detyra e votusit. Edhe detyra e liderit është të bëjë filtrimin e figurave. Bashkë jemi në këtë gjë. Bashkë jemi në këtë gjë. Ju duhet ta shifni çdo lider partije. Sepse shpesh një votë ka në shprehje, çdo lider partije dhe çdo deputet që ka marrë mandat prej popullit, ju duhet ta shifni prej ditën kur ja jepni votën, për çka ja keni dhënë votën, e nëse si ka mbajt paktën 1/3 po them premtimeve, pritni ditën kur t'ju vije prapë t'ja jepni votën. Edhe bjerni kokës. Kjo është forma e vetë korrigjimit të sistemit dhe të ndërtimit të vlerave demokratike që quhen të një shoqërie. Nuk ka tjetër. Kështu që, unë jam i gatshëm që të përgjigjem për jo konzistencat e mia. Sigurisht. Unë kam qenë serioz, kur jap një premtim, në qoftë se jap, i qëndroj dhe e realizoj të njëjtën. Mirë, tani zoti Sela të flasim për tema tjera që kemi parapar konkrete, mbi ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, cilin ju vetë se e apostrofuat më herët. Pse zoti Sela nuk bën ky ligj që e ka propozuar qeveria, e ka miratu dhe është në kuvent? Vidin, ti je në pozicionin për të parashtruar pyetje. Po. Apo, dhe këtë po bën, e vlerësoj, kjo është detyra jonë të fundit, apo, që unë nxjerr këndvështrimin tim. Po merrni dhe lexoni ligjet dhe do i merrni përgjigjen. Pse? E para punës sepse nuk ka asnjë mekanizëm i cili garanton përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Të shkojmë te gjeneza, që mos shitemi shumë kozmopolit. Unë sot e përmbylla pak fjalimin aty në Komitetin për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive etnike,
Thësh, në Maqedoni nuk ka altruizëm, harrojen. Nuk ka. Dhe s'do ketë. Egoizmi, ja? Po, natyrisht. Egoizmi dhe paragjykimi. Mos harroni se në Maqedoni është ndërtu diçka e re mbi frymën e antishqiptarizmit. Dhe kjo ka qenë brez pas brezi. Ti e më i ri. Ne si popull jemi përballë me situata dhe me diskriminim pa parë. Shqiptarët në Maqedoni ka qenë eksperimentimi që bëhej përpara se të implementojë një politik në kuadër të ish Jugosllavisë. Dhe këta e thonë të gjithë në biseda dhe në ndejat e njëri tjetrit. Shqiptarët e Maqedonisë kanë kaluar në eksperimentimin e paraleleve të përzierë. Shqiptarët e Maqedonisë kanë kaluar të gjitha fazat e asimilimit me dhunë të tyre. Ti i ke kretë zonat fshatrat e Malësisë. Prej Struk e deri në Shkup. Sot e kësaj dite bile një pjesë e madhe pra pashtesat në mbiemën i kanë me Oski. Apo? Se kanë bë vetë. Ua ka bë dikush. Tentativ. Një pjesë e madhe i fshin këto dhe i ndryshun. Dikujt edhe sot e kësaj dite i ka ngel. Të gjitha janë politika asimiluse. Goditja gjuhës që i bëhet, pse i bëhet gjuhës shqipe goditja? Kjo nuk është asgjë e re nga që ka ndodhë në Greqi, me shqiptarët atje. Kur gjuha shqipe u anatemua nga kisha, në mënyrë që pastaj shqiptarët të nisin dhe të asimilohen. Dhe sot, cili është realiteti atje? Asgjë e re, edhe me që ka ndodhë në planet e vendeve tjera, në ish Jugosllavinë, Serbi, në zonën e Nishit, e Leskovacit, përveç pastrimit etnik, asimilimin e atyre të tjerëve të cilët ka pas një afërsi kulturore, që është në rastin konkret feja. Më thënë, unë e mbaj mend babai im, vlezrit, kur lindën nipërit, por edhe më herët, shumë familje nuk kanë pas mundësi të i shkruajnë fëmijët në gjuhën me emra shqip. Po që flasin ta? Të gjitha janë politika të cilët janë munduar dhe flasin për mendësin që ka vepru sistemi në raport me ne. E fatkeqësisht, sot kjo mendësi nuk është ndryshuar shumë. Kur flasim për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ne duhet sot, sepse debati është profesionalizmi apo kotat etnike. Apo? Po. Dhe fatkeqësisht, ky profesionalizëm kanë dalë edhe deputet, edhe lider partijak që kanë folë, hiku koha e punësimeve etnike, ka ardhur koha e profesionalizmit. E shqiptarët si pas kanë profesionistët e vetë, në çdo periudhë shqiptarët kanë nobelist. Po sigurisht. Prej Maqedonie, sot, ai djali i ri që ishte në ekipin e NASA-s, po prej Çegrani është ai zotëria. Kush merr këtë drejt këtij populli inteligjent t'ia drejtoj gishtin në këtë formë? Me një fjalë, mekanizmi ose e drejta në kushtetut për përfaqësim të drejtë dhe adekuat u bë, jo sepse nuk respektoheshin profesionistët në Maqedoninë e Veriut, apo? Por sepse shqiptarët e kishin dyrët e mbyllura në institucionet e shtetit. Po pikërisht këtu. Ndoshta edhe turqit, ndoshta edhe komunitetet tjera. Po kryesisht shqiptarët. Tani, ky mekanizëm që është ndërtu për të sjellë një të drejtë, për t'ju hap dyert e institucioneve që vetë i mbajnë me para shqiptarët, me tatime, apo? Po, natyrisht, po. Sot të shndrohet në një ligj që nuk e parasheh kuotën etnike. Dhe këto që shmëshesin pralla mua si profesor universitar, le të kthejnë pak dhe le të hyjnë gjenezës, sepse u desh të kemi të drejtë në kushtetut për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Sepse diskriminimi në vendet e punës ishte dhe vazhdon të jetë etnik. Prandaj, ky ligj e përjashton aspektin etnik, komplet. Ky thot, në momentin që dy kandidat të njëjtit nivel i plotësojnë të njëjtat kushte, zgjidhet bashkësia etnike e nënpërfaqësuar. Si kriter dytësor. Po më fal, kush i plotëson, kush i përcakton kriteret?
Udhëheqësi ati institucioni ku hapet konkursi. Kush udhëheq? Po megjithatë Kush është ai që na tregon ne me gisht, flasim për aktualitetin. Po. Që na tregon që ai zgjedh këtë don. Punë e madhe çfarë zgjedh Abedini për ta përfaqësuar. Kush është ai i cili u tregon, i edukon këto që i kanë qeveri? Mickovski. E tani vin ka puna, se kam dëgjuar deklaratat absurde. Bekim Sali thotë unë jam garanca që do zbatohet ligji. Çfarë garancë Bekim Sali më ka ik, muve ka marrë vota për me dhe ka ik në qeveri me BDI-n në 2020. Te fjala unë do bazohem. Bashkë me Afrin Gash. Si meriton të as 2 deputet të marrë veti kam dhënë 4. Dhe bërë jo serioze, një projekt që ishte për ndryshim. Dhe ti tani donë të alesh punën. Me këta nuk e kam personale me zotën. Jo, absolut, po ishtë është që se garancë ligjore nevojitet. Me këta du të them, me këta du të them, se unë kam qenë konzistent në këto deklarimi çdo herë. Unë kam thënë, kur BDI-a vrapon të kryeministri i parë shqiptar, kam thënë, kam udhëheq fushat, kam thënë, nuk na duhet ne emër dhe mbi emër i dikujt që do jetë një periudhë caktuar kohore ministër dhe kryeministër qoftë. Një shëndet, po. Po le të jetë më edhe 4 vite. Për sa kohë që vota nga e cila më varet, se që është rezultati çkajt është kryeministri? I 61 deputetve. Sigurisht kuvendi. Apo, minimumi 61 deputet. Çfarë kryeministri ke ti kur 61 deputet, ti aty shumicën se ke ku, ka e 61. Dhe të bjem, kur të doja i? Po kam thënë, ne na duhen të ndërtojmë mekanizma mbrojtës ligjor, që do ta bëjnë të mbrojtun shqiptarin pa marrë parasysh kush do jetë nesër kryeministri, ministri apo presidenti i shtetit. Mirë. Ne nuk duhet ta lejmë fatin tonë në dëshirën e mirë ose të keqe të ndonjë, po them ja Zaevit, ose të Mickovskit. Duhet ndërtuar mekanizma mbrojtës, të cilët do ta bëjnë të mbrojtun shqiptarin dhe komunitetin edhe Maqedonën me ligj. Ky është propozimi që unë kam bërë për ligjin për profesion drejt dhe adekuat. Të ndalemi të ky ligj, po. Ju e propozu, po njerë të ndalemi të kjo, sepse zoti Shasivari nga këtu tha që shqiptarët nuk duhet të friksohen kompetencës profesionale. Sepse kompetenca profesionale... Kush po i friksohet? Unë i friksohem para gjykimit. Jo gares profesionale. Unë thash, zoti Shazivari le të kthehet në gjenes, le t'ja bëj pyetjen vetës. Unë e spjegova. Pse u desh një drejt për përfaqësinë të drejtë dhe adekuat? Pse këtë të drejtë e implementojnë shtetet të cilët janë multietnike? Apo? Se shtetet monoetnike nuk kanë nevojë dhe që kanë demokraci të zhvilluar, nuk kanë nevojë që të implementojnë të gjëra, apo? Po megjithatë, ai duhet ta di shumë mirë, me që po merret me atë punë, se pse u fut në kushtetut kjo drejt. U fut për shkak se kishte diskriminim në bazë etnike. Dhe duhet ligj në mënyrë që të ndërpritet diskriminimi në bazë etnike. Zoti Shazivari duhet t'i japë përgjigje pyetjes. Pse në Tetov ku jeton ai, shumica e gjykatësve janë Maqedon, nga 20 nduket 15 Maqedon, 5 shqiptar. Pse shumica e prokurorëve këto përgjigje le t'i japë ai e pastaj të më tregoj a duhet kemi frikë, as duhet kemi frikë ne nga konkurenca profesionale. Pse nga 20 po, a 15 prokuror, vetëm 1/3 janë shqiptar në një institucion që si autoritet territorial përfshin 90% shqiptar janë aty. Apo, e në qoftë se njësoj do të kishim situatën e, po them në Shtip, ku atje do ishin shumicë shqiptarët, okej, ka një balancë. Kështu që, pse be i vërbon pushteti këto njerëz? Pse be kaq lehtë? Këtu duhet tjetë reflektimi. Pse be kaq lehtë ambientohen, këtë une, në salonet e pushtetit edhe në joshit që i bën pushteti. Unë këto njerëz i njohë se jam ullë tryez dhe i kam ftuar të angazhohen politikisht dhe më kanë thënë që unë nuk angazhohem se unë jam vetëm për federalizm. E pastaj një dit i sheh me qëndrime dhe me gjuhë që unë e kuptoj pse e thot këtë Nikolovski, Mickovski, nuk e di kush tjetër për e tyre. E Gordana.
Mbrojnë të veten. Kanë vizion afatgjat se ku duan të arrinë. Të ndërtojnë shtetin e thash, sjellja e tyre është në shtet monoetnik në një realitet binacional, pa e po i themi. Ka parulla fushate t'i kthehet maqedonazëve. Po pra, ai nuk e fsheh. Po publikisht. A e dini sa keq është kur del një ekspert, unë e respektoj, po nga ana tjetër. Dgjoj, sistemet politike nuk janë juridik. Sistemet politike i ndërtojnë politika. Sistemi juridik i përshtatës sistemit politik. Problemi i mos përfshirjes së shqiptarëve dhe mbyllja e dyrëve të shqiptarëve në institucione ka qenë problem politik dhe diskriminues dhe racial, mund t'i thush. Për të kaluar pasaj tek Për të propozimi zhvendos, juaj, apo. Sepse këtu bashkë me zotin Shasivari ka qenë zoti Maksuti, i cili ka ngritur kritika mbi rrezikshmërinë e zbatimit të këtij ligji dhe masën e mungesave ndëshkuese në rast se nuk zbatohet ky ligj. Dhe shpjegimi si antar i grupit punues, zoti Shasivari thotë që nëse nuk zbatohet ky ligj, atëherë vlen përgjegjësia politike. Cila është kjo? Po në rast se ndonjë bartës e institucioni Bekim Sali tha po. Po, shkarkohet. Se dhe Bekim Sali tha përgjegjësia politike. Po, me fjalë. Tezat e profesorit nderuar janë në kundërshtim me atë që tha shumë parë dhe që ti re dakord. Që ne nuk na duhet dëshira e mirë ose e keqe ndonjë politik bërësi. Po mekanizmi që do t'i bëhet të mbrojtur njerëzit. Edhe që do të vlejë edhe për gjeneratët që vinë. Vlejë edhe për gjeneratët. Unë nuk mund t'i rikthehem përfaqësimit të drejtë dhe adekuat sa herë do ndronka. Por, ja po nisemi nga e sotshmja. Çfarë përgjegjësie politike ka Fillkovi që nuk e zbaton ligjin për përdorimin e gjuhëve? Kur farë përgjësie, nuk kanë ndryshuar. Po ja pra ku e keni shembullin. Çfarë qëndrimesh politike kanë mbajt? Ja unë po kthehem, kujtohet futja në rendite ligjit për Branitella. Dol Adnan Azizi më duket, si zëvendës koordinator ishte asë kohë, mbajti fjali, e lëshoi parlamentin, nuk marrin pjesë në votimin e këtij renditës ligjin e Branitellave, shumë në gjithë deputetët shqiptarë që mos kaloi seancë, nuk shkoi gjysmore, u kthejnë si burrat mirë dhe e bankoruan. Për këtë përgjegjësi politike në flet ti mu. Ja, ajo është marrëveshje politike. Po këto janë përralla që mundohen të shesin dhe mu më vjen keq. Me çfarë e kanë detyruar dhe e fusin një profesor të nderuar për mu, që t'japet deklarata të tilla. Nuk është patjetër të mbrohet, nëse është bën ai gabim njëri tërhiqet dhe thotë unë e kam menduar ndryshe, po këtu ka gabim. Sepse a ju duket pak e çuditshme Abedin, pse VMRO-ja mundohet ta shtyjë këtë ligj? Sepse kështu e kanë pasur edhe marrëveshje politike që le të shfuqizohet balancuesi edhe le të sillet një ligj. Pse VMRO-ja po sillet një soi si në vitin 2008? Kur ja vendoi kusht ligjin për përdorimin e gjuhës që e flasin mbi 20% e popullatës dhe që është e ndryshme nga maqedonishtja, kështu titullohet ai ligji. Ja vendoi kusht BDI-s për të bërë pjesë e qeverisë në vitin 2008. A ju duket pak absurd? A ju duket pak absurd që këto ligje që kanë bëjnë me shqiptarët i shtyn VMRO-ja si kusht për të mbajtur qeveri? Unë prandaj thash, ne na mungojnë mendësia është e njëjtë. Ne na mungojnë parti kauzash, ideologji. Do me thënë, ta ja përgjigjen, nuk është e VMRO-ja i shtyn këta që do t'i harxhojë, që do t'i bëj të pa implementueshme. A pat në një iniciativë për ligjin për gjuhët të vitit 2008, kushtetuese? Asnjë atë kohë. Ndërsa për vitin 2019. Sepse ai ligj në 2008 thoshte, deputeti shqiptar ka drejt folë shqip. Fol më gjithë ditën se ku ti plasi. Në parlament, apo. Po. Dhe bilës, edhe kur flet ti shqip, të del përkthimi i përkthysit maqedonisht. Kur transmetohet. Që unë 2011 e kam bloku parlamentin deri 2000 kur isha që shkova kryetar komune, unë çdo ditë kërkoja nga një orë pauze, bllokoja parlamentin në shenjë proteste. Unë duhet të dëgjoj njerëzit si flas. Fjalimi pa emocion s'është asgjë. Apo? Po, natyrisht. Tjetra, në 2011 u bën ndryshime ligji prapë. Para se të bëhet qeveria, ku kërkohet që Shqipja tani të folet edhe ministrat
që janë nga komuniteti që e flasin mbi 20% gjuhë shqipe, të kenë drejt folin edhe në qeverinë gjuhë shqipe. Të folin vetëm, jo të shkruhet. A kushtetuta thot, gjuha që e flasin mbi 20% e popullsisë dhe shkrimi i saj. Dhe shkrimi i saj. Duke i përfshirë dokumentet. Po të lutem, e si me ligj ti mandan veç të folurën, veç shkruarën. Apo, e thoshte shumë sakte ka thënë Arben Xhaferi. Në Maqedoni qarta lejon kushtetuta ta pamundsojnë me ligj. Qarta mundson ligji ta ndalon ai te sporteli ai administratës. Apo, e njëjta logjik. Po ndodh edhe sa. Tani, vëmëroja vetëm se e shtyn përfaqësimin e drejtë dhe adekuat që ta bëhet parealizueshëm. Po s'ka masa ndëshkuese, pse duhet ketë një masë ndëshkuese një ligj i cili ta lejon ti ta manipulosh kur të duash ato, se thot një ndër nenët deklarimi etnik me Maqedoninë e Veriut është i lirë. Nenin 6, parashit deklarimin vullnetar, pa. Pa tregu kur. I lirë duhet jetë deklarimi etnik. Në këndvështrimin tim jo. Po hajtë po pranoj këtë vlerë universale, këto konventat të cilet janë që. Në këndvështrimin tim unë e kam thënë. Vedin, unë jam ai që ka qenë baba e nëna im. Gjyshje, gjyshja. Kushdo që të bëhe mund të më thonë e biri shqiptarit, që dhe më thonë tjetër mu. Nuk mohohet identitetin në asë një formë. Unë jam ai që flas. Unë jam gjua që flas me fmit. Dhe gjua cilën flet është edhe mendimi që ti prodhon kokën tënde edhe kur të flasësh gjuhë huaj. Ëndra ti në gjuhën tënde të nënës i sheh. Apo jo? Sigurisht. Këndvështrimi im për çështjet identitare është ky, po dakord ja po e pranoj këto konventat europiane. I pranoj. Ama ti duhet të tregojsh kur, ditë. Dita e regjistrimit është deklarimi i lirë i përkatësisë etnike. Deklarohu asë kohë. Unë gjitha këto e kam parapak. Në ligjin që e kam propozu. Kam parapak kuota edhe për ato tjerët që s'janë deklaru. Po mirë. Edhe ato janë shtetas dhe u takon e drejta. Ju si kundër e tani, pse duhet ketë norma sankcionuse, një ligj që ja, se dhja ta kam thënë. Po e kam thënë dikun tjetër. Po hapën 3 konkurse sot. Ministrit e Ekonomisë, Shëndetësisë dhe të Drejtësisë. Ku kërkohet të njëra shqiptar, të njëra turk, të njëra maqedon. Sot nuk kërkohet kështu. Po them. Me ligjin e ri jo. Me ligjin e ri jo, një që është kundërshtim me atë. Fiks. Po ja po e marrim të që ke shpërdorimi që mund ndodhte apo. Që ai udhëheqësi do thotë do zgjedh Maqedonin edhe pse kriteret mund të jenë njësoj, po ja këtu do vinë shprehje ajo përkatësia të zgjidhet bërësia etnike e nënpërfaqësuar, një tip diskriminimi pozitiv, se do vinë edhe kështu situatë. Ti ke drejtën Abedi. Me që, ja unë për shembull, po them, ti ke drejtën me këtë ligj që të njëjtën ditë të shkojsh në 3 noterë, të japish deklarat që je shqiptar, turk dhe maqedon. Me këtë ligj. Dhe të shkojsh në çdo institucion të çosh të tre këto dokumente bashkë. Që nesër, që kur të vije puna e pikëve të barabarta, e gjithçka të barabartë, që hipotetikisht s'ka gjasa, apo? S'ka gjasa, hipotetikisht, mu më ka ndodhë, fakt me një kuvend. Kur është dash zgjedh kandidat, ndolë rezultati barabar. Njëherë pas ka ndodhë. Ndodhi njërë, gjithë. Po hipotetikisht të kriteret të jetë të barabar nuk mundet. Rrallë herë ndodhë, se me gjitha kvalifikimet e njëjta. Po ku do e kapish ti atë drejtorin e institucionit që ta padisish? Pastaj mungojnë masa sankcionuese sepse nuk është ideja të avancohet kjo e drejtë. Të zhbëhet. Bëhet e parealizueshme. Kjo është ideja. Zoti Sela, për dallim prej partive tjera që kanë thënë që nuk do ta votojmë këtë ligj, edhe ju mbani qëndrimin e njëjtë, ju sjellët një propozim të ri. E keni parë edhe profesorin që apostrofua më herët që ka bërë një kritik ndaj këtij propozim ligji, kur thot, po, këtu e kam, ku thot sipas propozim ligji që ka propozuar Aleanca për shqiptarët, pra zoti Sela, tani më lidhja shqiptare, rrezikon të paraqes shqiptarët si pakicë kombëtare. Për shkak se formulimi, kështu e thot zoti Shasivari, thot që formulimi përfshin në nenin 2 të propozim ligjit, ku për çështjet e parregulluara parashihet zbatimi i konventës për mbrojtjen e pakicave kombëtare të Këshillit të Evropës. Zoti Shasivari duhet të ketë kujdes, është profesor. Ligji
Në nenin ty nuk i thotë është ndan, problematik. po, e vërtet është, e kam lënë unë atë. Ligji është ligj që nuk sillet vetëm për shqiptarët, sillet për gjithë bashkësitë etnike në Maqedoni. Biles, kur e kam çu që të idenë të përgatitet në parlament që të marrë formë, mi kishin citu vetëm bashkësitë tjera etnike. Prej të shqiptarët e të tjerët Maqedonët jo. Jo thosh do i fusish edhe Maqedonët. Kriteri bazë i ligjit është kuota etnike. Që i mungon E ligjit para. të qeverisë, po. Natyrisht, kuota etnike garantohet vendi për një bashkësi caktuar etnike, e pastaj vjen shprehje profesionalisti. Nuk them që tani veç kuota etnike dhe aty të marrësh një që s'ka mbaruar fakultet. Ati vendi duhet t'i përgatitet kuadri. Ligji parasheh që akademitë që përgatisin kuadro, përfaqësimi të jetë invers. Shembull, në qoftë se shqiptarëve nuk kanë kuadrot mjaftueshëm gjykatës, kur do pranohen atje nuk duhet pranohen 30% shqiptarë në akademi dhe 50 maqedon. E kundërta. 50 shqiptarë ose turqit, në qoftë se janë 4%, duhet të jepen kuota ke 10-15%. Mirë, po çështja është me pakicën kombëtare. Atë konvent unë e përmend për të gjithë të qytetarët që janë, se nuk është që se kam parë në qoftë se më. Do me thonë nuk Ligji janë përfshim shqiptarë. për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i gjithë komuniteteve. Baza e ligjit është enti statistikave, sa po mbaron regjistrimi obligohet brenda 4 muajve, obligohet që do të pajise me dokument, po them, gjykatën e apelit në Manastir. Duhet t'ja çoj dokumentet dhe t'i thot në territorin që ti mbulon, ku është Manastiri, Ori, Struga, Dibra, Kërçova, Mduket, për realiteti demografik i këtij territori që ti mbulon është, shembull po e marr, nuk e di tash sa është, po e merr vetëm territorin që mbulon gjykata, institucioni. Është, po them, 40% shqiptar, 40 maqedon, 3 turq, nga një tjerët mund t'jenë ose 0,5. Apo. Ky institucion punësimët prej tek udhëheqësja, bartësit e funksioneve, gjykatës, e deri te gjithë administrata duhet të reflektoj këtë realitet. Kjo është ideja e ligji që unë propozoj. Ky është mekanizëm që t'i garanton kuotat, nëse nuk plotësohet, s'ka kuadër, ai vend ngelet bosht përsëritet konkursi dhe institucionet detyrohen që të përgatisin kuadër që të plotësohet ai vend punë. Mirë shumë, do thot ajo kritika aty për pakicat kombëtare i përfshin. Po ka edhe pakica Maqedonia, si s'paska. Romët çfarë janë, shumicë? Jo, sepse kritika është aty që shqiptarët mos të funden të pakica. Ku shkruan aty që janë shqiptarë? Din të lexoj profesori? Do ta pyesim nëse do ta kemi sërish. Detalizoj saktë. Unë s'flas aty për shqiptarët. Sa kohë ju mori zoti Sela përgatitja këtij ligji sepse e kemi pasur propozim sepse me të njëjtën logjik, unë parashoh edhe përfaqësimin gjinor. Aty ka citohen edhe konventa për të drejtat gjinore, po. E të rëshaj bie, si mas të njëjtës logjik tani, graj kanë bët gjithëm, ose burraj kanë bët gjithë, si mas logjikës që pas kam përmendur konventën e pakisë, që është komende e mbrapsht. Që është komende e mbrapsht. Unë prandaj them, unë habitëm si tjetërsohen këtë njerëz. Pse? Sepse i pas ka kërku Izet Mexhiti që të bëjë ligj. Thyrë, respekto vetën, mërë. Jo, është parimi profesional në rënd po. Po, nuk po ndalemi këtu po. Në të drejtim janë përmend konventat e gjithë gjërat. Dakor, e qartë. Çështjet tjera do thotë është koha e përgatitjes së këtij propozim ligji, sepse ne e pam që qeveria, me gjitha të kapacitete dhe ekspert që ka angazhuar, mori kohë dikun më shumë se 2 vite gati deri në përfundimin e versionit final. Dhe për një moment shohim që zoti Sela del me një propozim të ri për një ligj. Sa kohë ju mori realisht kjo ke patët filluar më herët? Vedin. Unë këtë ligj e kam nisë në vitin 2022. 4 vite më herët. Ligji që e bën qeveria, po, bazën kryesore të lafologjisë, skeletën, e ka nga ligji që unë e kam pagu një institucion që të më bëjë ligjin. Unë u spjegova kriterin politik, si du unë të shoh dhe ato të shëndrojnë në ligj,
për hir të vërtetës, kriterin tim politik, ai ligj nuk e përmbushte, dhe unë e lash që ligjin pastaj do e përpunoj vetë. Dhe kështu e kam bëhe edhe ligjin unë. Tani, po flasë të vërtetën. Arben Fetaj, me Bashkim Bakiva, Po. Këto ishin që më kryon lidhjen me këto organizat nga Kosova që të ma bëjnë këtë ligjin. Ishin të kyqën këtë ligj dhe komunikimin, e-mailet e tyre mi dërgonin këta mu, apo. Prandaj ato thirrën kemi bën ligj, ne kemi projektu. Jo, më kjo është, e vërteta është kjo. Unë e kam pa ligjin dhe u kam thënë, ky ligj s'bën, do e përpunoj dhe do e çojmë procedurë parlamentare. E po vlerësoni që këtë verzion zoti Fetaje ka marrë nga ju dhe ka deleguar në qeveri? Pa e ndryshu, se pleconte kriterin politike. Ju s'jeni pajtu me këtë, po zoti Fetaje është pajtu. Unë ta spjegoj edhe situatën. Këtë ligj unë e kam sjell një ligjin për nënshtetësi atëherës, e kalova, e kam sjell ligjin për lojrat e fatit ma bllokun, tash erxum poshtë, përsëri do e çoj, dhe radhës plani ishte ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Me ndryshime që në 2022, në ndërkohë që unë e përgatitësha ligjin dhe duheshte t'i bëj ligjin, në vjesht e kisha në plan shtator që ta dorëzoj, në u shfaqën zgjedhjet lokale në Tetov veç për këshilltar dhe unë kam dhënë dorëheqje. Po, fiks ashtu ishte. Për shkak të rezultatit. Dhe unë, mbasi u tërhoqo, ja kam lënë këtë ide, këtë ligj ta vazhdojnë të që ngelen, zoti Taravari, që si shduket se kishte hiç prioritet këtë punë. Dhe e morë pastaj si ide dhe e thanë të vleni. Kështu që, po, është edhe në program të unë në këtë drejtim, ligji njërë bëhet kur i ke ide të kompletuara. Dhe unë po të them, unë kam u dheq fushat me këtë ligj. Unë kam mendur për këtë ligj. Unë di ku du të arri me këtë ligj. Aty ku du të arri unë është që gjithë shka të jetë e drejtë për gjithë se cili. Cili do të jetë fati i këtij ligji? As kërkujt mos e zene vendin e punës, se cilit marë atë sa meriton. Po, fiks. Kjo është ideja. Mirë, po, cili është plani juaj, si do të materializohet në kuvend ky ligj, se keni dërzuar propozimin? Nuk shqetësohem nga kjo gjë unë, si do të materializohet. Unë e di ç'do bëjë kuvendi. Kuvendi do mundohet që ta mbajë fshehur azi këtë ligj. Mos debatohet për këtë ligj. Sepse me ndryshimin, me rregulloren e re që e kemi tash në parlament, kur një ligj kalon prandaj kam qenë në procedurë të rregullt, se ndryshe do e hidhshin që mos diskutohet as pak. Kur vjen në rendite një ligj, direkt shkon në komision debatohet. Dhe do na bëjnë si një 2 ligje tani që i quam, për TVSH-n edhe për rrogën minimale. Që llogaritshim që kjo firmat mos hynë në TVSH derisa sepse rritet rroga minimale, ndërsa që firmat hynë në TVSH me kriterin që ka qenë para 10 vitesh. Apo? Edhe kjo i dëmton realisht firmat, për nejse s'po i hyja saj. E di çfarë bëri komisioni? Nuk bën quorum. Edhe ligji bie, diskutohet as pak. Se s'kan interes këta që dalim ne ta themi të vërtetën. Sepse duhet jetë një ligj. Në atë komision duhet jetë një ligj i pa vlerë. Si i vleni që e propozon, profesorit po i them, është ligji që unë ja kam dhënë Arben Fetaj, ta dije, nuk ka bënë në i gjë, po është i keqe ligj. E tani, po ti thua, po ç'do ndodhe? Detyra im është të vendoj standard. Detyra im është t'ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve, deputetëve të zgjedhur, dhe t'ju them, kjo është forma si zgjidhet kjo punë. Në qoftë se mendoni që duhet t'i krijoni kushte dhe ardhmëri fëmijëve tuaj, e nipërve tuaj, e fëmijëve shqiptarëve në përgjithësi, ky është ligji. S'është ideal, unë mund të kem gabuar ndër një gjë. I gatshëm bisedojmë. Edhe konventën po e heqim, në qoftë se do me që ta heqim. Apo, por ka edhe pakisa që duhen respektu. Apo? Sigurisht. Kështu që, unë këtë e kam qëllimin, të vendoj standardin dhe mos lejoj që VMRO-ja njësoj si e imponoj ligjin për gjuhët dikur, njësoj ta imponoj ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, në mënyrë që ta bëj të pa vlerë dhe zbatueshme, të pa zbatueshme. Të përfundojmë në hiqin, në status quo që përsëri urdhri për punësim
vendimi për punësim të jetë politik dhe vendimi politik kur zgjedh paran dhe pushtetin për para ardhmërisë dhe popullit, dihet që e ka lehtë dhe ta manipulohet me paran dhe pushtetin. Kjo është loja që e bën de Gruevski, kjo është loja që ta bën Mickovskis. Mirë, zoti Sela, ne po vazhdojmë me çështje tjera sepse jemi edhe në pjesën e fundit. Sa i përket çështjes së ligjit, pra është qëndrimi i qartë, i prerë, jeni prononcuar më herët që ju nuk e votoni këtë ligj, keni propozim tjetër. Tani kalojmë te çështja e provimit të jurisprudencës. Një natë para protestës, 2 liderët e koalicionit Vlen thanë se së shpejti me lajme të mira dhe tashmë disa javë më vonë, lajmet e mira që i nxjerrin në publik koalicioni Vlen janë që zgjidhja të jetë kësaj që 5 nga 7 provimet për jurisprudencë të jepen, pra provimet teorike të jepen në gjuhën shqipe dhe 2 provimet të tjera praktike të ngelin ngjashëm në gjuhën maqedone. A flitet për shqiptarët? Po. Për kërkesën e studentëve shqiptarë. Domethënë, ai merr drejtën për një çështje që është puro shqiptare dhe që është interes i shqiptarëve, i studentëve tanë, ai të hyjë në negociata. 5 këtu, 2 atje do t'i lejmë kështu. Që për hir korrekcisë studentët kanë refuzuar këtë model. Natyrisht dhe mirë kanë bërë. E para punës njërë është gabim kur hyjet në negociatat të tilla. Ligji është ligj. Kryeministri i vendit, ministri i drejtësisë, ministrat e qeverisë, ku janë betu që dhe respektojnë kushtetutën dhe ligjet e vendit. Apo? E kjo nuk kupton gjithë ligjet. Ligji për përdorimin e gjuhëve është i qartë. Jeni 23 duket. Që të gjithë ligjet që kanë bëjnë me përdorimin e gjuhëve duhet përshtaten me ligjin për përdorimin e gjuhëve, në afat brenda një viti, në qoftë se s'përshtaten, vlen dispozitat e këtij ligji. Po. A është kjo. Dhe faktikisht me dispozitat e këtij ligji, provimi i jurisprudencës duhet të jetë në gjuhë shqipe, në qoftë se duhet në aspektin procedural, duhet vetëm një vendim të sjellë ministri. Në qoftë se sjell e çon të shtëpia, sepse vepron kundërshtim me ligjin, biles i ngrem pa di për keq përdorim detyre. Kjo është përgjegjësia politike Po të lutem, ç'është kjo përgjegjësi politike? Ja ku e kanë momentin e përgjegjësisë politike, pse se bëjnë tash, apo pra që urno. E çon të shtëpia ata, dhe ai zot ministër kur shkoi të shtëpia, ndaçlet mbyllet, ndaçlet i është prekumanove. Dhe pa tjetër do të ndëgjohen në i fjalë. A do të mbaje kufje në vesh, a do të i zej me tapa veshë, që mos dëgjohet asnjë fjalë shqipe, e drejta e tij, s'ka asnjë problem. Ama si ministër, ai është i obliguar të respektojë ligjet e këtij shteti. Me ligj shqipja është zyrtare. E tani debatet tjera janë vetëm me qëllim për të vonuar. Tani shohim që përdoren edhe argumente të tipit që po ja proceset gjyqësore nuk zhvillohen në gjuhë shqipe. Po, ky është argument. Po do duhet nisi zhvillohen, duhet implementohet ligji. Vedin, unë e kam përsërit edhe më herët. Unë si mendësi politike, të kthehemi ka ajo që s'kemi mendësi të ndoshta tjera politike, janë pak. E kështu na duhen shumë, se parti kemi plot, apo. Unë si mendësi politike ka marrë vot për në legislativ. Dhe me votën që e kam marrë prej ditën e parë, unë se kam lënë votën vetëm vrapojnë pas pushteteve. Kam sjell ligj për përdorimin e gjuhëve. Për këtë BDI në maksimum e BDI-s. Flasim edhe. Po, kemi thënë edhe atyre që kanë dhënë kontribut në parti tjera, po. Flasim edhe për atë temë, por nuk është ideja të bëj garë. Jo, dakor, po. Në të cilën kam insistu deri në fund, që shfrytëzohet në maksimum të drejtën që lejon kushtetuta, që më këtë vështrimin tim, është e pamjaftueshme. Është e pamjaftueshme. Tani, kjo pjesa, unë i kam rëzu një propozim ligj që e kishin marrë vesh BDI-ja me LSDM. Unë e kam rëzu. Sepse pa mu zbështë e 61-shja së kohë. Deklaratat në atë kohë
hyni në YouTube dhe i shifni kush e kush zonte qeverinë me ligjin për gjuhën brenda 100 ditëve. Unë kam që vetë. Apo. E pastaj u mundun që të mi manipulojnë edhe votën, gjë se kanë votu. Tani mos kthehemi shumë të kaluarën, se kanë bërë sa kanë mund. Dakor. Kanë hyrë edhe stenogramët i kanë manipulu, gjëja unë s'kam votu hiq. A unë jam aty, votoj me buton, e ngrej edhe dorën me badentera, po. Po jo, e shohin Të janë punët e mbanë në mend qytetarët. Lutëm. Pa tjetër kontributin e secilit. Po, dakord. Se jemi krejt në pjesën e fundit, zoti Sela. Sa i përket provimit të jurisprudencës, pra vlerësoni kjo zgjidhje. Natyrisht zgjidhja është e gjithme dhe këtu do ja dal. Gabim bëhet kur hyhet për çdo zgjidhje të kërkojmë zgjidhje. Kur ekzistojnë? Kur ekzistojnë zgjidhjet. Sepse ja me këtë logjik, ti tani zgjidhja është, unë thash, unë kam marrë vot për në legislativ dhe kam sjell ligjin, a doni zbatim të shifni? Duhet më jepni vot për në ekzekutiv. Ditën e parë qeveria e nis me vendimin, që se kam thënë në studio, me vendimin që gjitha ndejnë 2 kolona, ashtu si që va kam dhënë ligjin. Pa marrë parasysh a është ministri shqiptar apo Maqedon. Se bën pjesë në të njëjtën flet do vejë në nshkrim edhe kryeministri dhe ministri. E prej këtu nis zbatimi i gjuhës. Prej këtu nis. Është praktikuar disa herë kjo. A mos si, tash ndron tani për momentin jo. Ndrohen faqet, bëhet kjo, ndryshon edhe sistemi se si punohet. Është gabim të hyhet në kompromise për cilat veç më janë arrit kompromise. Sepse vetëm se do të zvoglohet akoma më tepër e drejta. Është unë prandaj e thash, flasim për shqiptarët sepse më rikujton disa citate nga përsëri nga zoti Xhaferi, nga i djerit e Armand Xhaferi. E thot, Maqedoni thot, zakonisht kur kemi probleme, Maqedon thot kërkojnë që, ne thot kërkojmë që t'jemi normal, me duar, me këmbë, me 2 duar, me 2 këmbë, me sy, me vesh. Ashtu si na ka thonë zoti. Ndërsa po, kërkesat e Maqedonëve thot janë që na marrin të 2 këmbët. Dhe vjen thot faktori ndërkombëtar e sjell kompromisin, na lën njërin këmbë. Po ne përsëri ngelëm sa katuar. Apo? Ja e njëjta logjik që të implementohet. Në ligjin për jurisprudencën, po. Dhe i lejmë ta kështu po nuk udhiqesh kanë po do udhiqen. Ti puno që të zbatohet ai kriteri i ligjit që lejon përdorimin e gjuhës në gjykatat e vendit. E në qoftë se lejon, unë jam të përgatit në tjetër kohë edhe një ligj tjetër. Shtetet demokratike shërbejnë si modele për neja, po? Po, pa tjetër. Tani, nuk është e vërtet që e vetëm e gjuhë juridike në botë në qenë nga gjuha maqedonishte, po? E nuk është as pak e vërtet që nuk ka sisteme që nuk funksionojnë 2 gjuhë. Jo, këtë edhe studentët e kanë sjellë, që argument tjetra shtetet tjera evropiane. U shfaq ky problem, një ndër kauza dhe çështje që unë punoj në drejtim të saj, për ta shndruar edhe në ligj, ne duhet të implementojmë sistemin ose finlandez, ose zvicran, ose belg, ose kanades. Ku merret ose kriteri territorial, gjykata që do jenë vetëm në gjuhë shqipe, ose do merret kriteri qytetari. Qytetari do kërkojë në njërin nga 2 gjuhë zyrtare, ose shqip, ose maqedonisht, ta mbajë procesin gjyqësor. Do ta nxjerrësh që është kërkesë për federalizim. Po, e pse ç'ke që ka? Nuk është për federalizim. Ose kantonizim, më që e përmendë modelin zviceran. Ama kur ti më godet në të drejtën time elementare, sovrane, që unë zgjedh, më të keqin, apo, dhe nuk më jep zgjidhje, po natyrisht që unë do kërkoj që ta realizoj të drejtimin sovrane. Dakor. Tani unë s'po them, në sistemin gjyqësor ti ma bën mu të pa implementueshme në këtë formë. S'mund të ketë 2 gjuhë juridike, si s'ka, ka edhe 100 gjuhë juridike. Ka edhe ekspert maqedon që e thonë të njëjtë. Tani ju po thotë që nëse nuk mundet fare, po me që s'pas ka urdhno ta ndryshojmë ligjin që ta bëjmë. Mundsojmë vetëm gjykata. Sepse nuk mundesh, sepse di çfarë goxha prekse mu duke ajo, që pas kanë gjetë një vrejtje të ligjim, se përmend konventën për minoritetet. Dhe di pse prekse, se jam nga ato që vazhdimisht e kam thënë, shqiptarët nuk mund të trajtohen pakicë këtu. Dhe këta e them, studio, parlament, edhe me faktorin ndërkombëtar. Një popull që është mbi 1/3 dhe që është vetëm në Maqedoninë Perëndimore kryesisht ku është mbi 1/2, apo është shumicë dhe i cili ka kapacitetin ndërtoj paqen, por ta ka bë edhe luftën,
Nuk mund është të trajtohesh si pakic. Jo, këtë nuk e pranon askush, sigurisht. Kjo është, unë pa marrë parasysh që rrezikoj që t'i vendohen bishta fjalëve të mia. Jo kërcënoj me këta, kërcënoj me... Jo, po flas për një realitet që të gjithë duhet ta kuptojnë. Nuk është pakica definicion numerik. Sepse, a ishin pakic njerëzit me ngjyrë në Afrikë të Jugut, në kohën e apartheidit. A 90%, a mi 90% e popullatës ishin numerikisht atje, apo? Kështu që pakicat janë terme politike. Kështu që shqiptarët nuk mund të trajtohen si pakic këtu në Maqedoninë e Veriut, sepse mbajnë stabilitetin. Edhe janë popull shtetformues. Po. Mos shkojmë pastaj te drejta historike dhe autoktonisë. Jo, se jemi krejt në fund, zoti Sela, do ta përmbyllim me dy pyetje krejt në fund jemi që më herët me sjerash përmendëm edhe konsolidimin e vlenit një subjekt vetëm politik, në anën tjetër BDI, a vështirëson ky realitet politik rrugtimin e lidhjes shqiptare? Jo, as pak. Jo, as pak, sepse ne nuk e kemi të vështirë të ulemi të flasim për shkak se nuk kemi faje, nuk bartim faje në karrierën tonë politike. Jemi të hapur dhe kur ke komoditetin që t'japish llogari për punët që ke bë, dhe këto punë që ke bë janë vetëm të mira dhe pozitive, nuk e ke problem që pastaj të shkosh në popull dhe të kërkosh përgjegjësi, në mënyrë që nesër, sepse e ke edhe vërtetësinë tënde që je i vërtet, sepse e kaluara jote flet që premtimet nuk i ke boshe, por i ke të vërtet dhe punon për këto premtime. Kështu që as pak nuk e shohim të vërtet. Konkurenca është gjë e mirë, po unë do të kisha dashur që të ketë konkurencë idesh dhe mendimesh. Unë nuk shoh që ka ndonjë risi ke këto dy subjekte që ju i përmendët, ku unë ka vetëm lafologji, se po shkilet marrëveshjaorit, e solli paqen marrëveshjaorit, ku di unë edhe lafologjia tjetër që ju se bët, edhe ne do vazhdojmë një 20 vjet më e bëjmë. Se kjo është ideja që bëhet. Nëse populli do zgjedhë, ku di unë, këta që s'bën dhe këta që s'do bëjnë, po vazhdojnë të mos bëjnë, no? E drejta e popullit, unë një gjë jam dakord, verdiktin e popullit unë di ta pranoj. Ju them faleminderit. Unë përpjekjet e mia do i bëj deri në fund. Po e mbyllim me tryezën e përbashkët të partive politike shqiptare, ju me sjerash në shumë paraqitje keni theksuar se ka qenë edhe në program të Aleancës për Shqiptarët, që të bëhet në takimet mes liderëve shqiptar, për dallim prej kongreseve, këtu keni thënë që pa kamera le të realizohen, po le të bëhen këto takime. Pse nuk po ndodhin, zoti Sela? Pa kamera kam thënë në kuptimin që nuk duhet shfrytzu ky mekanizëm, ku di unë, për t'u tregu se ja ulem ne. Jo, madje edhe kjo praktikë është praktikuar edhe prej liderëve maqedonas. Jo, sepse edhe ata kur janë takuar pa. Jo, e dini pse duhet, e përsëris shpesh në teori politike, ti mund të kesh ideale të mëdhaja dhe të drejta, po që janë të paralizueshme për shkak se ku nuk i parasheh mekanizmat e ndërmjetës. Një ndër mekanizmat e ndërmjetës që i realizojnë idetë, është kjo tryezë e përbashkët e partive politike parlamentare shqiptare. Do thënë, njerë, për shumë shkaqe duhet ftu tryeza. E para punës, për shkak se zgjedhjet, e kam thënë në emisione tjera, zgjedhjet në Maqedoni çdo herë do prodhojnë dy situata te bloku politik maqedonës. Ose balancë ndërmjet LSDM-s dhe VMRO-s, ose kush do të jenë nesër, ose diferencë e madhe ndërmjet tyre dy bllokëve. Apo, ndërmjet LSDM-s dhe VMRO-s. Kur ka balancë, çfarë ndodh? Më mirë. Ne kurzojmë ata për të bërë qeveri, po. Për të realizuar platformë. Këtu do të dalë çdo herë. Unë ke platforma, jo kush hyn kush bëhet pjesë e qeverisë. Kur balanci është i prishëm, siç jemi tani, ata kurzojnë, na kurzojnë me drejtat tona. Kjo ndodh, apo? E sidomos për situatat e tanishme. Ka zgjidhje edhe kjo. Situatat e tanishme, kur ti kurzohesh, zgjidhja është unifikimi i gjithë faktorit politik shqiptar, për shkak se ka një precedent, nuk mund të ketë qeveri dhe stabilitet pa shqiptarët pjesë e qeverisë. Apo? Kush do qoftë ajo? Dakor, po. E prandaj në këtë situatë është shumë e rëndësishme të mlidhet tryeza. Tani, edhe unë kam plot njerëz me cilët nuk doja të jem me i tavolinë. Po e thash pak më herët.
Kur populli ka vendosur, ka dhënë mandat, ti e ke fondin aty. Populli e ka vendosur, nuk është Nuk e kush shkon për disa. Nuk kam çfarë i bëjon asaj gjë. Për ta përmbyllur Për të caktuar prioritetet, sepse në qoftë se na duhet një ligj për përfaqësim të drejtë adekuat që ti e çon Komisionin e Venecias, ata presupozojnë që ti ke sjell konsensus politik për këtë çështje. Ne s'kemi konsensus brenda shqiptarëve. Ka debat publik për këtë ligj. Ne mjaftohemi vetëm me idenë që 20 vite ju se sollet neve po e sjellim. Për 2 vite. Pa e pa çfarë sjell, e din ato çfarë sjell. Çfarë sjellin. Po e duan një argument që ta vazhdojnë rrenën, gënjeshtrën, se unë nuk e di, pak shihen ndërtimet gjandej. Çfarë kam prioritet? Në qoftë se prioritet ke ata qytetarë që të kanë votuar, do thuash s'pan ky ligj, dhe duhet sillen një ligj takon. Mirë. E kanë propozimin tim për hir të vërtetës, ja po informoj. Po. Ua kam çu të gjithë deputetëve shqiptar. Mbasi e kam dorëzu, me nënshkrimin tim e kanë ligjin dhe ju kanë bërë thirrje ti bashkangjitën ligjin. Edhe grupeve tjera thatë që e keni përgatitur për gjitha etnitetet. Po natyrisht, po ti kur të flasësh me për këtë përfaqësim të drejtë, fal. Ti ja dërgoni edhe deputetëve tjerë. Dhe ka dhe vëmërojnë. Ja kam çu, edhe lësë të mbas, ja kam çu. Dakor. Është, dëgjoj. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është për gjithë komunitetin. Po edhe këtë ligj që ka propozuar qeveria kështu është, po. Edhe mirë që është kështu, sepse nuk ka sens logjik këtë ligj që përjashton etnitetet të tjera. Thashë kam para pa edhe barazin gjinore dhe njerëzit me nevojat veçanta. Dakor. Nëse do të mbahen zgjedhjet e parakohshme, është gati lidhja shqiptare të futet në garë? Po natyrisht ne është rregull që gjithë thonë, unë se di pse prit një përgjigje ndryshe kur gjithë thonë që po gati jemi. Jo, lidhja shqiptare, një subjekt tash pas kongresit, po. Lidhja shqiptare është e integruar, domethënë aleanca është e integruar komplet në lidhjen shqiptare, natyrisht edhe procesi tjetër i vulave nuk është që ka përfunduar, unë vazhdoj në gjykatën e apelit që ta ndjek këtë proces. Jemi të gatshëm, po jemi të gatshëm për ty zgjedhje nesër, por ne do punojmë që të hyjmë zgjedhje më të përgatitur. Me kongresin nuk ka përfunduar, thashë edhe kongresa. Po. Thash, kjo është nisja e një procesi dhe e vizitave të mia dhe strukturave të partisë në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo lokalitet për të ndërtuar celulat atje ku si kemi dhe për t'i forcuar atje ku i kemi. Dakor. Faleminderit për kohën tuaj, zotë Sela. Faleminderit për mundësinë. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen dhe deri në takimet tona të radhës me Nbeq.